A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Vazhdojmë me detyrat që kena ndaj Kur'anit familart. Për më ardhur tek leximi i sakt, na duhet me pas një hoç, me pas një mësues, me pas një hafiz, me shku tek ai dhe ai prej tij me mësue leximin e Kur'anit. Në këtë këshill do të desha më përmendën disa edukata që duhet i ketë parasysh mësuesi i Kur'anit. Pra hoxha duhet mi pas parasysh disa rregulla, disa mësime karshin nxënësve të vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe va mëson të tjerëve. Pra në këtë rast, në rend të parë, në këtë vlerë hin mësuesat e Kur'anit. Pra mëson po thot, më i mirë nga ju është ai i cili mëson Kur'anin dhe va mëson të tjerëve. E kush va mëson të tjerëve? Pra është hoxha, është hafizi, është mësuesi i Kur'anit. Pra është një vlerë e veçantë me kon mësuesi i Kur'anit. Këtë arsye dietarët çka thonë? Dietarët thonë është fardu kifaje me pas mësuesa në mesin tonë. Nëse në një vend nuk ka hoxhallar, s'ka hafizler, nuk ka mësues të Kur'anit, këta i venja gjunahçar. Deri sa ta kenë një mësues të Kur'anit mesin e tyre. Pra është fardu kifaje, një farz, një obligim kolektiv. Nëse nuk ka në mesin tonë, këtë ne jemi gjunahçar. Ta si sikur puna e mjekut. E kemi fardu kifaje me pas një mjek mesin tonë. Nëse s'kemi mjek, atë këtë ne jemi gjunahçar. Edhe kështu që mund me pas një hoç në mesin tonë, edhe kjo që është fardu kifaje. Desha me përmend disa rregulla që duhet i kenë parasysh mësuesat e Kur'anit. E para për tyre, mësuesi i Kur'anit duhet ta bëjë mësimin, leximin ndaj nxënësve për hir të Zotit. S'du ta bëjë për lavdrata, për emër, për pozit, por duhet ta bëjë për hir të Zotit, nga se mësimi i Kur'anit është ibadet. E ibadeti duhet të bëhet vetëm për Zotin. Pra kjo është edukata e parë, çdo hoç, çdo hafiz që mëson nxënësit duhet ta bëjë këtë vepër, këtë punë për hir të Zotit subhanahu wa taala. Kjo është e para. E dyta, edukata e dytë është hoxha, hafizi duhet me qenë rrugë tamam, me konë shëmbëtyr e mirë. Para me dhe një hoqë që mëson Koranin, edhe ai s'falet. Si mund me kuptu në nxënësit rëndësinë e namazit? Kur e shohin hoxhën që s'falet vetë, ban gjunahe, ban gibet, ban gabime, fol fjalëqësia, sa mund me ndiku ki hoxha tek nxënësi? Këta si kanë thonë dietar, edukata e dytë, mualimi, mësuesit me qenë i kujdesshëm në zbatimin e mësimeve të Zotit, që me marr shembull nxënësit, edhe me ndjek rrugën e hoxhës. Kjo ishte e dyta, me qenë praktikues i fesë. E treta, kanë thonë dietarët, hoxha ka shih nxënësit me pas sjellje. Pejgamberi sa ka qenë mësuesi jon më i mirë. Por pejgamberi jona ka pas sjellje të mirë. Po, sjelljen më të mirë që ka pas mundësi me pas dikush përmi tokë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ai ka pas, ai u konë edhe mësues, po ai ka pas edhe sjelljen më të mirë. Bila Allah në Kur'an e lavdëroi tha: "Wa innaka ala khuluqin adhim." O Muhammed, ti je në një moral shumë të lartë, shumë të madh. Pra hoxha, mualimi, mësuesi i Kur'anit duhet të qenë me pas moral të mirë, me pas sjellje të mirë me talebët e vet, me nxënësit e vet. E jo me pas sjellje të keqe. Sigur në ka ndodhur, kemi takuar hoxhallar, mualima që janë e mbajnë veten, i nënçmojnë nxënësit. Ju thon fjalëqësia nxënësve. Kjo nuk i takon hoxhës, mualimit me pas sjellje të keqe me ata nxënësit e vet, ka se nxënësit konsideron sikur fëmijët e tu. Fëmijës tanë që shki qef me adhon më të mirën, edhe nxënësit hoxha du të me adhon atë që është më e mira. Kjo ishte më thonë edukata radhës. Tjetra, me radhë për edukatës së hoxhës ndaj nxënësit është që mi këshillu nxënësit, mi dhon nasihat, mi thonë ti si të mësu mirë, këshire mëso ma tepër, tjetër mi thonë ti të vanue,
hajde pak më herët. Tjetri ti thue, mos e si ti fal namazet, fali namazet. Do të thonë, mësuesi i Kuranit duhet me qenë këshillues. Me ia dash mirën fillimisht nxënësve të vet. Ata që i ka afër, duhet mi këshillu sa herë. Nga se pejgamberi thotë në një hadith, "Ad-dinu nasiha." Feja jonë është këtë këshill, është nasihat, është porosi. E hoxha me nxënësit e vet duhet sa herë me i këshillu nxënësit nëse kanë sjellje të keqe, shahën ose bëjnë një vepër të keq, hoxha ka obligim me i këshillu nxënësit e vet. Pra kjo është më thonë edukata e radhës. Tjetra, me radhë për edukatës që ka hoxha ndaj nxënësit është me ndjek gradualitetin. Gradual mi mësu nxënësit. Jo ditën e parë kur vjen nxënësi në xhami me që me lexu Kur'an. Jo. Fillimisht ja mësojmë shkronjat. Tani fillon i lidh shkronjat. Gadal hin e kryen elifin, gadalisht hin Kur'an, gadalisht fillon mi mësu surët, gradualiteti kërkohet. Pra hoxha duhet me pas parasysh këtë rend, më thonë gradualisht me eduku nxënësit. Gradualisht me mësu nxënësit. E jo mi dhon dozë të rëndë edhe mi bot dam. Ka ndodhë shpesh, e di një rast, ka ndodhë me një nxënës, e mësoj Kur'anin shumë shpejt. Por e mësoj Kur'anin shpejt edhe i boni dam ajo. Edhe filloj më thonë ngarku tepër. Edhe në fund e ra krejt. Këta si më gradualiteti kërkohet. Edhe feja, edhe Kur'ani nuk ka zbrit për një natë. Ka zbrit mrena 23 viteve. Kjo çka i bie? Kjo i bie që gradualisht duhesh më ngrit. Sot e mëson një sen, nesër një sen tjetër, gradualisht ngritesh edhe ndërtohesh si një nxënës i mirë i Kuranit. Kjo ishte më thonë edukata tjetër, më thonë me pos gradualitet në mësimin e fesë. Tjeta me radhë, një ndër detyra që i ka hoxha karshin nxënësit është me qenë i butë, me qenë më thonë i matur, me qenë i ashpër karshin nxënësve të vetë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, "Allimu wa yassiru", mësoni njerëzit dhe valetsoni. Mos vështirësoni, "Wala tu'assiru", wa bashiru wala tunfiru, përgëzoni e mos i nënçmoni njerëzit. Pra më këtu e marrni mësimin, hoxha, mualimi, duhet me qenë i butë me nxënësit e vet. Ashpërsia i largon njerëzit, i largon edhe nxënësit. Këtë arsye, më thonë hoxha, duhet me afru nxënësit e vet me këshilla, me butësim, ashtu siç bonte pejgamberi alayhis salam me sahabët. Më thonë Allah thotë Kur'an, "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." O Muhammed, sikur ti kishe qenë i ashpër me shokët e tu, ata kishin me hik me teje. Edhe hikin njerëzit. Shpesh ndodh edhe prej prindit vet hik fëmia. Për shkak ashpërisë që e ka, edhe hik. Kështu që më thonë mualimi, hoxha, duhet me pas kujdes me kon i butë me nxënësit e vet. Tjeta me radhë për edukacin me pas nxënësi me hoxha me nxënësit e vet është me pas sabër. Sabri ndaj nxënësve. Po një natë nuk arrit mësimi i Kuranit. Ndoshta ka nevojë 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet. E hoxha me bë sabër me nxënësit e vet nëse do rezultat në raport me nxënësit. Pra është kjo një edukat shumë e rëndësishme. Gjithashtu prej mësimeve që kam përmendur dietarët, hoxha sa herë duhet me ngrit nivelin e dijes. S'do me thonë hoxha, unë e mësoj fakultetin, s'kam nevojë me lexu. S'kam nevojë me u kthi librave. Hoxha sa herë ka nevojë me ngrit nivelin e dijes. Me qëllim që mi dhon nxënësve edhe më tepër informata, edhe më shumë edukat, edhe më shumë më thonë me ngrit nivelin e dijes. Dashuri më thonë hoxha do të vazhdu me mësimet edhe studimin. Gjithashtu për edukatës me pas nxënësi hoxha ndaj nxënësit është me kon i drejt mes nxënësve. Jo njëri me veçue, njëri me dhon dhurata sa herë, tjetri me lën anash. Sikur prindi që të me kon i drejt karshi fëmijëve të vet, edhe hoxha të me qenë i drejt karshi nxënësve. Me i trajtu këtë barabar. Normal njëri që është më i gjallë, që është më shumë son, normal i meriton më shumë. Por në sentu me qenë barazia, zban me u dallu nxënësit mes veti. Kjo është për edukatës që ka hoxha ndaj nxënësit. Edhe në fund, ulemat e kanë përmendën, është mirë sa herë hoxha me bë dua për nxënësit e vet. Me thonë Allah i trujt,
Allah ta shton dijen, Zot rujt pjesërit të keq, mëllon sa herë, mëllon me bot dua hoxha për nxënësit e vet, me qëllim që me arrit atë vlerën, dhe Zot ndoshta do ja pranon lutjen e hoxhës dhe fëmia dhe nxënësi bëhet i hajrit. Pra këta ishin disa këshilla sa i përket hoxhës ndaj nxënësve. Inshallah nesër do të folmi edukata e nxënësit ka shi hoxhës. Pra më thonë, sot ishte edukata e hoxhës ka si nxënësit, e nesër inshallah me Zotit do të folmi diçka sa i përket edukatës së nxënësit ka shi hoxhës vet të Kuranit. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.